është i kryer tashmë? Jo vetëm, por mi më ti e pe studentët me protestën e studentëve. Po më i tha, hajde flasim. Dhjetor 2018. Po, hajde flasim, vajtëm folën, por më rregulloi unë ç'keni, tip, i boni një 2 grim, një 2 makiazhe. Pra, Rama mund bëj edhe këtë. Po më ta anullojnë ligjin, se kam problem, siç bëri me ligjin fusha. Siç bëri me ligjin fusha. Po më anullojnë dhe bëri po prap atë. I vurdin një çik grim. Pra, nuk ka shumë sens, sepse ti nuk ke pse heq ligjin. Ti heq atë që bën ligje të tilla. Pra, ky është logjika më saktë. E kuptoj. Domethënë logjika më racionale. Se si logjik të rish ligjin ose zhbëje ligjin qëndron. Nga pikpamja qytetare normale qëndron. Por nuk ka shumë racionalitet. Hiq atë që ti ka bërë të gjithë këto ligje. Nuk e dia jam i qartë. E shumë i qartë, shumë i qartë. Radikalizim? Jo, s'kam qenë kur për dhunë. Jo. Fare. Jo, është shekulli 21. As me ato se çfarë ka ndodhur para parlamentit duke qenë dakord. Është, shiko, më ndore në një pikë, më bë shumë qefi që tani e kuptuan të gjithë që nuk është opozitja që ushtron dhunë, është policia. Se dëgjoj këto rishtaret e grupit parlamentar të PS-s që janë onën e zez, nuk din shqip, që thonë molotovart, po policia e këtyre dogji burrin 70 vjeç tironsin mes Tiranës me molotov para bashkisë. Polici, i keni videot, që ishte 8 metra, 10 metra largë, s'po bën të asgjë i shkreti, po ushtronte detyrën të drejtën e tij kushtetuese për të protestuar. E dogji policia. Tani më në fund e kuptuan dhe protestuesit, më vjen shumë keq hongër gas, s'du as njëri të haj gas, as plumgome, as shkomgome, as rrehje zvarr asgjë. Semi duhet jemi të qytetëruar, jemi europian. Por më vjen mirë që e kuptuan që nuk është populli dhe nuk ka qenë opozita që ka bërë dhunë. Janë ustallarët. Sepse Rama është njëri i dhunshëm. Duke qenë frikacak, është njëri i dhunshëm. Frikacaku ushtron dhunë, burri nuk ushtron dhunë. Burri që është burr nuk prek me dorë. Dhe unë për këtë logjik jam, nuk du radikalizim fizik, po du radikalizim hapash politike. Blokim të rrugëve, blokim të institucioneve, administrata në fush, në terren, aty me ju. Tani i takon administratës të dali. Okay. Bodhë më tash. Bodhë se lanë nam, nuk u mërzitën kanë 13 vjetë që i trajtojnë si zhele. Si zhele, po pritë se ke një dignitet. Je qytetar europian në mijëvjeçarin e tretë. Hiku shekulli i pari mijëvjeçarit të tretë, viteve 3000. Po një qik dignitet e dhësh, po hik mor tani se po s'du me di se më kanë ardhë majtë unë. Nga administratë punoj dhe unë. S'ka thonë njëri të më thotë plash me gojë. S'ka da njëri të më thotë që kose do të heqim nga puna. Sinqerisht, kam tentu me forma të me. Edhe ka qenë drejtori Quli i të atë komtari, ka thënë, sa t'je mund drejtori njëri ta në lisha i nuk lëviz. Që ishte drejtori vendosur nga Rama. Dhe bravo i qoftë. Ka tregu njak burërie. Se ka tentuar Jon Velia. Se ish më skufi, ish më kej se ky. Atere, Rafmet Pasti shkreti në kuptimin politik fjallës, fizik nuk ja uroj kur. Bëhore burë tani. Po bëhore burë. Bëhore burë, thuj, jo, zotri, kam të drejtet e mija, s'ke drejt mi prekësh, mos m'halde më këtu. Nuk janë aqtrima, ikin. Ta them unë që ikin. Okej. S'kam punuar ndë njërë në administratë shtetërore, kështu që i dëgjojmë nga ju. Nuk, shiko, presionin e ushtron mbi ty që e ha presion. Në momentin që të shef që ke syrin pish nuk guxon, ta them unë. Në momentin që shef që ke kurrajo nuk guxon, sepse e di që nuk do i funksionojë. Okej. Falenderoj. Bindje civile për mua, kjo është. Administrata, myll qepeni thot bëj çik vet punët. Një ditë, një javë. Ore derisa ti kësh ti. Okej. Çdo të kaloj rrogën do ta kaloj rrogën se s'bën se pastaj të ngrihen të hanë të gjallë, do hanë bukë. Administratës